Përshëndetje miq, sot dua të ndaj me ju një histori e cila është histori e vogël që mund t'i ketë ndodhur shumë konsulenti imobiliar, por që në thelb është një histori shumë domethënëse. Përpara disa ditëve, përpara 5 ditëve më ka kontaktuar një lic dhe nga momenti i kontaktimit ai thjesht u zhduk, nuk po më kthente më përgjigje. Dhe duke patur mentalitetin që çdo klient duhet të ndiqet, pra duhet të bëjmë një follow-up për çdo klient, dhe duke patur dhe përsipër dhe sfidën për ta bërë këtë gjë, vendosa që këtij klienti t'i shkruaja çdo ditë dhe kam arritur mbas 4 ditëve dhe mbas 4 komunikimeve që pata me këtë lic që nuk po më kthente përgjigje, përfundimisht arritëm që me këtë lic ta kthenim në klient, ta konvertonim dhe si përfundim të bënim dhe një shoqërim dhe një takim pra me këtë klient, i cili mund të jetë dhe një potencial për t'u gjeneruar transakcion. Pse dua ta ndaj këtë me ju? Për arsye sepse shumë konsulenti imobiliar shpesh duke parë që një lic nuk kthen përgjigje, ne nuk vazhdojmë më që ta ndjekim apo të shikojmë se si është vijimësia e këtij klientit, por harrojmë që në fund të ditës klienti ka arsye pafund të cilat mundet të mos kontaktoj dhe diferencën mund ta bëjmë atëherë kur ne jemi ata personat që do ta kontaktojmë. Kjo është dita e 6 e sfidës time 100 ditore. Në ditën e 5, siç edhe ju përmenda pak më parë, vazhduam po gjithashtu me prospektin dhe arritëm që të bënim dhe një shoqërim. Ndërkohë në ditën e sotme kemi bërë 2 shoqërime, le të shikojmë se si do jetë ecuria e kësaj sfide. Shihemi në ditën e 7, e cila është dita e nesërme e diel, po gjithashtu do jetë ditë pune.